Një nga personazhet më karizmatik të rrjeteve sociale dhe njëkohësisht një nga mbështetësit më të mëdhenj të Partisë Demokratike, Ilir Vrenozi, ka folur së fundmi për zgjedhjet. Shumë i lakuar dhe i bërë viral në këtë fushatë edhe për shkak se mori një ftesë për kafe nga kryeministri Edi Rama. Do e pranosh ftesën për kafe nga kryeministri Rama? Ilir Vrenozi: ti e di që unë jam burr dinjitoz dhe pavarësisht duket që ky po fiton, nuk bëhet fjalë që unë të ulem me të. Por e kam më shumë me këta të rinj, se kam folur dhe kam bërë thirrje në rrjetet sociale, kam thënë mos hyni në garë me Ramën, se nuk e mundim dot. U kam thënë, hyni në grevurie, jo më tha një deputet se ky është i çmendur të lë të vdesësh. Këta që janë deputet rinë aty marrin atë rrogën, biznese kanë, makina kanë, këto 2 muaj i ndërpreva thirrjet, por duhet bërë diçka se ne porim në vend numër A. Kam thënë që po na mundi, mos thoni pastaj që na vodi se është turp, se kur si e javë të mbrosh votën tënde çdo. Flas për demokratët që kanë dhënë shpirtin, kush mban përgjegjësi për ta? Politikanët u kujtuan për ju vetëm në kulmin e fushatës. Ilir Vrenozi: po mirë se s'ka gjë, se nuk është puna vetëm me mua. Ky ka vendosur diktaturë dhe komunistët nuk e lëshojnë më kur, këtë e kuptojnë të gjithë. Me vot nuk ikën ky pushtet, por unë dua t'i them të pari doktor Berishës, pastro shtëpinë se nuk vazhdohet kështu, ndërsa për Ramën, mesazhi që kam nuk e them dot se është me pull të kuqe. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.